Zonja dhe zotrinj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha. Të dashur bashkëqytetare dhe bashkëqytetarët e mi më të ri, të dashur të reja dhe të ri shqiptar, qytetarët më dej të Shqipërisë Europiane, e nderuar zonja kryetare Kuvendit të Shqipërisë Jozefina Topalli, të dashur përfaqësues të Partisë Demokratike në Parlament dhe në qeveri, përfaqësuesi personal i kancelarës gjermane Angela Merkel të Kongres, Daniel Antonio, miq të dashur partive tona si motra. Ne kemi dëgjuar sot gjatë kësaj konvente shumë për lirinë për të zgjedhur dhe mundësitë për të zgjedhur, për të drejtën që çdo qytetar dhe veçanërisht ju të rinj duhet keni për të zgjedhur të ardhmen tuaj. Kemi diskutuar mbi faktin që sot ju, rinia shqiptare, ka shumë më shumë liri dhe mundësi për të zgjedhur. Dhe kemi dëgjuar se çfarë kemi bërë ne, çfarë ka bërë Partia Demokratike dhe kryeministri Sali Berisha për të shtuar dhe përmirësuar mundësitë e të rinjve shqiptar. Ne besojmë pra fuqimisht tek liria që çdo kush të mund të zgjedhë. Ne besojmë fuqimisht se kjo është një drejtë themelore e çdo qytetari shqiptar, e çdo të riu shqiptar. Por ne natyrisht, ju, unë, qytetarët, dëgjojmë sot premtime të shumta politike për të rinjt. Dhe një ndër artikuluesit e këtyre premtimeve është dhe ish kryetari i Bashkisë. Një njeri që po kështu kishte gjithë të drejtën dhe mundësitë për të bërë zgjedhjet e tij kur ishte kryebashkiaku i Tiranës. Ai kishte çdo mundësi për ta bërë Tiranën një qytet modern dhe europian. Kishte çdo shans për të bërë zgjedhje që do të përmirësonin jetën e qytetarëve dhe veçanërisht të rinjve. Por ai bëri një zgjedhje tjetër. Ai zgjodhi vetë me vullnetin e tij, dëshirë dhe pasion të fokusohej tek ambicia e tij personale dhe tek lufta politike. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse qytetarët e Tiranës e refuzuan me votë me 8 maj 2011. Sepse ai zgjodhi vetë luftën politike për pushtet personal mbi qytetarët dhe interesat e tyre. Në 11 vite të gjatë, kryetari i Bashkisë mund të kishte realizuar programin për mikrokreditimin e të rinjve, por ai zgjodhi të mos ta bënte. Mund kishte punuar për të hapur vende pune për rinin, po zgjodhi mos ta bënte. Dhe kur unë e ngrita si çështje atëherë kandidat, replikoi dhe tha, po ç'pun ka bashkia me punësimin? Mund kishte organizuar trajnime për kualifikimin e të rinjve, por as këtë nuk e bëri. Ish kryetari mund kishte bërë diçka për përmirësimin e klimës biznesit në Tiranë, si dhe për turizmin, që ndihmonte për vende pune për të rinj. Por ai zgjodhi rrugën e tij dhe kjo rrugë ishte të bënte as pak për turizmin, as pak për klimën e biznesit. Mund gjallëronte jetën sportive, artistike të kryeqytetit, e kishte këtë zgjedhje, të angazhonte të rinj në gara dhe konkurse, por jo. Mund kishte investuar në terrene sportive, mund kishte investuar për argëtimin e të rinjve.
që tani më i shanë se nuk din të arktojnë. Por a i zgjodhje mos ta bënte edhe në fakt zhduku apo latë zhdukeshin nën përgjegjësinë e tij thuaj se të gjitha hapësirat sportive dhe arktuse që ekzistonin në Tiranë. Në 11 vite të gjatë, ish kryetari mund kishte zgjedhur të dëgjonte zërin e të rinjve, por ai zgjodhi mos ta bënte këtë. Dhe ktheu zyrën e kryetarit të bashkisë dhe vetë bashkinë në një destinacion të pamundur për të rinjt dhe jo vetëm për ta. Ai kishte pra çdo shans dhe 11 vite të gjatë në dispozicionin e tij për gjetur zgjidhje që do të përmirësonin jetën e të rinjve. Por ai vetë zgjodhi ndryshe. Zgjodhi mos t'i bëjë këto, sepse për të Bashkia e Tiranës u shndrua thjesht në një trampolin për të kaluar në anën tjetër të qeshit Skënderbej. Ai zgjodhi pra ambicien personale, pushtetin personal mbi interesat e qytetarëve të Tiranës dhe sërish po ofron të njëjtën zgjedhje. Por gjërat kanë ndryshuar pak. Ne nisëm projektin për mikrokreditimin e të rinjve, për trajnimin e tyre dhe brenda 20 muajve 363 të rinj përfituan nga programi ynë për të nisur një biznes të vogël, për të punësuar dhe vetë punësuar. Në 20 muaj, ne zgjodhëm në bashkëpunim me dhomën e tregtisë e industrisë të vendosim një partneritet i cili rezulton deri sot ketë punësuar 1436 të rinj dhe të reja të kryeqytetit. 1 milion euro kemi vënë në dispozicion garancisë për kreditimin dhe hapjen e biznesit nga qytetarët e Tiranës nën moshën 35 vjeç. Bashkia e Tiranës, zyra administratës qendrore, ndërmarrjet e saj janë të hapura dhe mirëpresin të rinj që kërkojnë të bëjnë stazhe pranë këtij institucioni. Dhe ne me universitetet dhe shkollat e mesme profesionale kryejm prej një viti praktikën e mbi 6.000 të rinjve në sistemin e Bashkisë Tiranës. Në 20 muaj ne zgjodhëm të ulim dhe reduktojmë taksat e tarifat për të ndihmuar klimën e biznesit dhe për të hapur 8.600 vende të reja pune në qytetin tonë. Hartuam planin e zhvillimit urban të qytetit dhe unë jam krenar që shumë të rinj, student dhe pedagog të rinj të inxhinierisë u përfshin në hartimin e këtij plani. Me idet, pasionin dhe dëshirën e tyre e bën këtë plan të standardit europian. Ne po punojmë për të rehabilituar qytetin e vjetër, për të zgjeruar qytetin e ri, duke krijuar më shumë mundësi, vende pune, ambjente të çlodhje, një Tiranë më europiane dhe më humane. Tirana sot ka mundësi të tjera për të rinj që duan të promovojnë talentin e tyre. Ajo gumzhin nga aktivitetet sportive turistike, së fundmi 24 gjimnazet e Tiranës, që na bëjnë të gjithë dhe krenar. Nisën një garë sportive dhe artistike në qytet. Një qytet të cilit po i rikthejmë me shpejtësi terrenet sportive, terrenet e arktimit në shkollat dhe lagjet e saj. Brenda majt, Tirana do të ketë polin e saj artistik dedikuar tërësisht për promovimin e artistëve të rinj të qytetit tonë. Të gjitha asetet e Bashkisë Tiranës do t'i vijnë në dispozicion të rinjve për të lançuar produksionet e tyre, iniciativë që do t'ju japë të rinjve mundësi punësimi dhe promovimi të talenteve që kanë. Të dashur pjesëmarrës në këtë konvent të Partisë Demokratike për Rinin, ne kemi zgjedhur të rinj si prioriteti numër 1 të Partisë Demokratike. Ne kemi zgjedhur t'ju japim të rinjve mundësi. Ne ju zgjodhëm ju të parët, zgjodhëm të ardhmen tuaj, refuzuam konfliktin politik. Kjo ishte zgjedhja jonë. Ish kryetari bëri po kështu zgjedhjen e tij. Një zgjedhje të cilën ai shpreson se ju nuk do ta mbani mend. Por kujtesa nuk na ka lënë. Kujtimet vlen,
punët e bëra dhe jo fjalët mbetën. Ju e dini qëndrimin e Partisë Demokratike, ju e dini qëndrimin e Sali Berishës, e dini çfarë kemi bërë për rinin, dhe e dini se ne kemi shumë për të bërë. Prandaj, nga kjo foltore, ju kërkoj edhe në këto zgjedhje, ngrijeni zërin tuaj, zgjidhni një talë më të mirë, zgjidhni Partinë Demokratike, zgjidhni Sali Berishën, ndryshimi është për ju përpara.